e nderuara familje e Shëmsi Krasniqit, të afër miq bashkëpunëtor, i nderuar komunitet artistik, kolegët e tij. Dje pranuam lajmin e rënd se shemi u nda nga ne edhe herët edhe papritmas. Përveç artist, shemi ishte një personalitet i veçantë dhe shumë i dashur për të gjithë vendin. Nuk ju nda publikut asnjëherë, duke qenë afër tyre në mënyra të ndryshme, deri në ditët e fundit të jetës. Shemin e gjenim në muzikë, në televizion, në qytet edhe në kujtesën tonë kolektive, tashëtutje, sidomos. Kontributi i tij përveç artistik ishte thellësisht edhe shoqëror. Aktiviteti i Shemit me grupin Ilirët ka arritur të jetë përbashkues për të gjithë ne nëpër periudhat më të vështira që kemi përjetuar si popull gjatë viteve të 80-ta dhe të 90-ta. Edhe avangard, edhe patriotik, Shemi ishte ikonë e rokut shqiptar. Mungesa e tij do të rëndojë mbi të gjithë ne. Në këtë sallë të teatrit kombëtar, kohëve të fundit po mblidhemi për të dhënë lëmë të mirën shumë figurave të mëdha të komunitetit tonë artistik dhe kulturor. Është e rëndë, natyrisht, që si shoqëri kemi filluar të humbim një brez të artistësh, të cilët janë vetë historia e vendit tonë, rezistenca artistike dhe frymëzimi për jetë që vjen nga mënyra se si ata e jetuan jetën. E kemi për detyrë si shoqëri që t'i kujtojmë me respekt dhe të mirëmbajmë vendin e tyre të merituar në historinë artistike dhe shoqërore të vendit. Ngushëllime familjes Krasniqi, miqve dhe gjithë komunitetit artistik, u prek në paqe dhe kujtofshim gjithmonë jetën dhe veprën e tij. Ju falenderojmë për pranimin në këtë mbledhje komemorative për të nderuar dhe kujtuar Shëmsi Krasniqin Shemin, njeriun e familjes sonë dhe zërin që la gjuhën muzikë dhe në shpirtën e këtij vendi. Në seri përmeni disa kohë vjetra që edhe une dashta me përmen, që nga viti 1981 në një kohë të rëndë e të mbyllur ku shumë zëra hershme nga skena kërkon të guxim, Shemi ishte ndër parët që hapi rrugën e rrogut në Kosovë duke kthyer muzikën në zërë e bejimi identitetit dhe qëndrim. Në vitin 1990, Shemi Ilirët sallon zgjohu Kosovë si një këngë që nuk u bë vetëm album, po u bë zë i një kohe, ishte një kushtrim i kënduar që çdo heshtje dhe kthente frikën në guxim. Në çdo tingull kishte qëndrim, në çdo varg kishte identitet, dhe në çdo refren kishte një thirrje që ngrinte në këngë. Me u zgju, me u mbledh, me mbajt kokën lart. Tamam, zgjohu Kosovë, nuk kërkoj famë, kërkoj zemra të forta dhe njerëz që nuk dorëzohen. Prandaj mbetje e madhe dhe mbetit edhe sot, sepse nuk ishte këngë e momentit, ishte këngë me peshë, me shpirt edhe me amanet. Pas saj thirrje të madhe, Shemi vazhdoi me të njëjtin guxim e me përkushtim, duke mos e lëshuar kur rrugën që i kishte nisur. Ai e dinte se kënga nuk mbaron me një kushtrim, por vazhdon me qëndresë, me punë dhe me besnikëri ndaj asaj që i. Prandaj vit pas viti ai mbeti i njëjtë, i drejtë, i palëkundur gjithmonë me zë të pastër. Ndaj, ti nuk ishe veç pjesë e familjes sonë, ti ishe zë i njerëzve. Sot kur po ta lexoj këtë mesazh me zemër të thyer, po e kuptojmë edhe më fort sa shumë i ke takuar këtij vendi, edhe sa shumë ky vend ty të ka dashur. Ti ke ditë me mbajt shpirtin e popullit me këngë, me i dhënë za asaj që na lidh dhe nuk na shon kurrë. Dhe sot, kur na mungon fizikisht, na mbetet ajo që nuk vdes kurrë. Zëri i tij, kënga e tij edhe gjurma e tij në zemrat tona. Shemi na lan një trashëgimi që nuk shuhet me kohë, sepse ajo është ndërtuar me guxim, me dignitet dhe me dashni të madhe me njerëzit e vet.
Sot po lexojmë me zemër të thyer, por edhe me përgjegjësi të madhe. Ai është e frymëzim për mua. Zëri i tij më mësoi me qëndru drejt, me kënu me shpirt, edhe mos me harru kur kush jam edhe prej nga vi. Premtoj se do të mbetët dhe do ta mboj gjallë këtë frymë, sepse shemi jeton sa herë që kam nga këndorë në zemër. Në emër të familjes, falenderojmë ministrin zotrin Herullat Qeku dhe drejtorin Kushtrim Mehmeti, drejtorin artistik të Teatrit Kombëtar të Kosovës, për nderim dhe për kujdesi treguar sot, sepse kjo nuk është vetëm një mirënjohje institucionale, por një vulë e respektit të një shteti ndaj një zëri që e mbajti gjallë shpirtin e këtij populli. Lavdi, në qoftë lehtë dhe E tani para se ta mbyllëm këtë mbledhje komemorative, kërkoj atë që do ta donte shemi ta bënin për të, ju kërkoj një duar trokitje shumë të gjatë për jetën, veprën dhe krijimtarinë e tij.